Emiratet e Bashkuara Arabe janë akuzuar për kryerjen e sulmeve direkte ndaj infrastrukturës civile iraniane, ndërsa kanë përshkallëzuar retorikën kundër Teheranit dhe kanë lobuar që Shobaja të rikthehet një lufte të përgjithshme rajonale. Në pamje të parë, do të dukej pa kuptim që një shtet kaq i vogël dhe i brisht të angazhohej në veprime të tilla të rrezikshme, por Emiratet e Bashkuara Arabe nuk janë një shtet i zakonshëm i gjirit. Ndërsa paraqitet si një komb inovativ, ndryshe nga fqinjet e tij, me fokus tek krimi i pasurisë, unitetit dhe paqes, EBA kultivon imazhin e një udhëheqjeje të mençur dhe mikpritëse ndaj të huajve. Duke përdorur pasurinë e madhe nga nafta, sunduesit e Abu Dhabit kanë arritur të ndërtojnë një imazh pothuajse po aq artificial sa horizonti urban i Dubait, shkruan gazetari Robert Inlakesh. Pas ndërtesës më të lartë dhe pishinës më të thellë në botë, nuk qëndrojnë arkitektë të talentuar Emiratas, punë e ndershme dhe planifikim kujdesshëm. Përkundrazi, qëndrojnë ekspert të huaj dhe sklever modern. Edhe pse sunduesit e Emiratas zotrojnë gjithçka dhe populli i tyre përfiton nga kjo pasuri, madje edhe industria e tyre e naftës nuk do të ekzistonte pa të huajt që bën gjithçka për ta. Interesant është fakti se si operacionet e inteligjencës së huaj, ashtu edhe industria e naftës, janë ndikuar fort nga palestinezët, veçanërisht ata nga rripi i Gazës, si dhe nga arab të tjerë jo Emiratas, të cilët ndihmuan në funksionimin e shtetit. Shumë oficer policie nuk janë shtetas Emiratas, ndërsa 80% e forcave të armatosura përbëhen nga të huaj. Paqja dhe uniteti që promovon Emiratet e Bashkuara Arabe përshkruan si pjesë e një projekti sionist për sulmuar rezistencën ndaj përpjekjeve ekspansioniste të Izraelit. Jo vetëm që marrëveshjet e Abrahamit u lobuan nga Emiratet e Bashkuara Arabe, duke përdorur ndikimin e saj në Sudan dhe Marok për të afruar më shumë shtete me Izraelin, por i gjithë projekti kombëtar Emiratas, sipas analizës, është përqendruar në shkatrimin e unitetit pan-arab dhe pan-islamik. Emiratet e Bashkuara Arabe jo vetëm që përdorin projekte ndërfetare për normalizuar sionizmin dhe sionistët mes muslimanëve, por kontrollojnë aktivisht një numër influencerësh islamik, sheikësh, recituesish të Kur'anit dhe dietarësh, roli i cilëve është të ndikojnë mbi muslimanët e manipulueshëm. Këta individ përdoren për nxitur sektarizmin, veçanërisht kundër shiitëve, por edhe kundër muslimanëve sunit që refuzojnë të pajtohen me pikpamjet e tyre. Në gjithë rajonin, Emiratet e Bashkuara Arabe, e njohur mes alatëve të saj luftënxitës si Sparta e vogël, ndjek një qasje agresive dhe të etur për luftë, sidomos në bririn e Afrikës. Në Sudan, ajo është mbështetja kryesore e forcave të mbështetjes së shpejtë, RSF, të komandantit Mohammed Dagalo, një grup i akuzuar për gjenocid. Në Gaza, ajo akuzohet gjithashtu për mbështetje të skuadrave të vdekjes, të lidhura me ISIS-in dhe të kontrolluara nga Izraeli për të luftuar rezistencën palestineze. Në Libi, Emiratet mbështetin forcat e Halifa Haftarit, ndërsa në Yemen përkrau separatistët e Këshillit Transitor Jugor. Emiratet pretendojnë se kundërshtojnë islamistët dhe ekstremizmin islamik, ndërkohë që promovojnë aktivisht islamin vehabist me objektiv politik nxitjen e reformave më malinje të sektarizmit. Kundërshtimi i tyre real ndaj islamistëve kufizohet te vllazëria muslimane dhe çdo grup që guxon të sfidojë Izraelin ose Shobaan, vlerëson gazetari Robert Inlakesh. Për të treguar shkallën e hipokrizisë së tyre, analiza thekson se luftëtarët më të ashpër të forcave proksi të STC-s në Yemen ishin ish-antar të Al-Qaedës dhe ISIS-it. Në emër të luftës kundër kërcënimit islamist të Ansarullahut në Sana, Emiratet e Bashkuara Arabe vendosën të mbështesin militant selefist ekstrem. Kur bëhet fjalë për konfliktin me Iranin, sipas analizës, edhe këtu vepron iluzioni optik i Emirateve të Bashkuara Arabe. Ajo luajti rolin e viktimës, pretendoi neutralitet, ndërsa njëkohësisht promovonte narrativën se kishte interceptuar më shumë raketa dhe dron iranian se sa vetë Izraeli. Në këtë mënyrë, ajo paraqitet si hero dhe viktim njëkohësisht. Në realitet, Emiratet e Bashkuara Arabe jo vetëm që ofruan territorin e tyre si platformë nisjeje për sulmin e paligjshëm Shoba Izrael ndaj Iranit, por kishte integruar plotësisht sistemet e saj të mbrojtjes ajrore me Izraelin pas marrëveshjes së normalizimit. Emiratet i ofruan Izraelit informacione për të ndihmuar në përballje me sulmet hakmarrëse iraniane, ndërsa dronët Wing Long 2 në pronësitë e Emirateve u përdorën për monitorimin e hapësirës ajrore iraniane në mbështetje të agresionit Shoba Izrael, shkruan Inlakesh, ndërsa Shobaja përdori edhe shtete tjera arabe të gjirit kundër Iranit. Sipas analizës, asnjë nuk ishte aq entuziast sa udhëheqja e Abu Dhabit.
Omani ishte i vetmi vend që nuk lejoi përdorimin e territorit të tij për sulme ndaj Iranit, ndërsa Katari adoptoi një ton më neutral me përparimin e luftës. Emiratet e Bashkuara Arabe bëri të kundërtën, duke përshkallëzuar retorikën anti-iraniane deri në pikën ku sunduesit e Emiratas filluan ta etiketonin Teheranin si terrorist. Të kuptuarit e kësaj është thelbësor për të kuptuar natyrën e Emirateve të Bashkuara Arabe si entitet në gjirin persik. Në kundërshtim me propagandën e saj, Abu Dhabi përshkruhet si mjeti përmes cilit ushtrohet fuqia imperialiste izraelite dhe perëndimore. Britanikët, të cilët ndihmuan në krijimin e shteteve të Trucialit, që më vonë u bashkuan në udhëheqjen e Abu Dhabit dhe formuan Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 1971, i quanin ata pirat. Ky trashëgimi të qenit një kukull e përçmuar e perandorisë, sipas analizës, vazhdon edhe sot, ku elita ultra e pasur emiratase kryen me entuziazëm detyrat e padronëve të saj. Në vetëm 54 vjet, regjimi i gjirit persik ka paraqitur një model të asaj ku çon materializmi i pakufizuar, një regjim i ndërtuar mbi paranë e naftës, e cila nuk do të ekzistonte pa ekspertizën dhe inteligjencën e huaj. Ai sheh me përçmim arabët e tjerë, megjithse ka pasur nevojë për ta për të funksionuar. EBA pretendon se përvajson një version të moderuar dhe paqësor të islamit, duke promovuar zëra vehabist methalist, që e paraqesin atë si model të fesë konservatore sociale. Ndërkohë Dubai përshkruhet si mishërimi gjithçkaje që Islami kundërshton në planin shoqëror, ndërsa predikuesit të pro-emirate që përjashtojnë muslimanët e zakonshëm për mos pajtime minimale, heshtin ku ndërtohen haptazi tempu hinduist. Analiza pretendon se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndihmuar në 2 gjenocide, ndoshta edhe një të tretë nëse llogariten 400.000 vdekjet në Yemen. Edhe sot, në Somali, vetëm Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli mbështesin lëvizjen separatiste të Somalilandit, gjë që mund të kontribuojë në gjakderdhje të ardhshme. Të gjitha këto, sipas autorit, tregojnë se Emiratet e Bashkuara Arabe janë po aq artificiale dhe malinje për rajonin sa edhe vetë Izraeli. Të dyja përshkruan si entitete që kanë përçmim të thellë për popujt përreth tyre, refuzojnë të pranojnë kufitë e fuqisë së tyre dhe vuajnë nga komplekse narciste. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, sipas analizës, autoritetet monitorojnë çdo centimetër të territorit, cenzurojnë mendimet e njerëzve dhe vrasin, deportojnë ose burgosin çdo që refuzon të ushqejë egot e tyre të brishta. Në fund, analiza arrin në përfundimin se Emiratet e Bashkuara Arabe janë po aq bashkëfajtore në mizoritë rajonale sa edhe vetë Izraeli, prandaj nuk ishte befasi që u bashkua drejt për drejt luftës së paligjshme Shoba-Izrael kundër Iranit. Misioni i saj, sipas autorit, është të pushtojë, dominojë dhe shkatërrojë rajonin përreth, duke bashkëpunuar ngushtë me sionistët për këtë qëllim. Historia e fundit, thekson analiza, tregoi se Emiratet e Bashkuara Arabe ishin të gatshme të përplaseshin edhe me Arabinë Saudite dhe se në vitin 2017 ishte e gatshme ta shtynte Katarin drejt krizës për ta detyruar të ndërpriste mbështetjen financiare për Hamasin dhe mbulimin pro-palestinez të Al Jazeerës. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk janë një shtet normal, përfundon analizën Robert Inlakesh, duke shtuar: ajo nuk ka mira vite histori si Omani fqinj, është një aset agresiv që kujdeset vetëm për zgjerimin e fuqisë së monarkisë së saj.